Banka e Shqipërisë licencoi si bankë të parasë elektronike subjektin e huaj me emrin Jet Bank më 31 mars 2026, 8 muaj pasi kompania Jet Albania u krijua si shoqëri aksionere në Shqipëri nga izraeliti Idan Avisha për shërbime financiare, strukturim dhe transaksione financiare dhe menaxhim asetesh e investimesh. Pamfleti ka denoncuar me fakte aktivitetin e vërtet që ka kryer jashtë dhe brenda Shqipërisë pronari i kësaj banke elektronike dhe 2 anëtarët e bordit të kësaj banke, izraelitët Oliver Hammer dhe Rami Solomon dhe grupin mafios që fshihet pas tyre. Sot po publikojmë 2 dokumente zyrtare për mashtrimin tjetër që pronari izraeliti Jet Bank, Idan Avisha, i ka bërë shtetit shqiptar gjatë aplikimit për krijimin e kompanisë Jet Albania. Me të njëjtin numër, Nuis Nipt M5192301-3I e ka licencuar si bank të parasë elektronike me emrin Jet Bank më datë 8 korrik 2025. Në kërkesën drejtuar qendrës kombëtare të biznesit për themelimin e Jet Albania me aktivitet menaxhimesh financiare, pronari Idan Avisha ka deklaruar se ky biznes dhe kapitali në vlerë 3.5 milion lekë janë me origjinë angleze, ndërsa në aplikimin që ka bërë në Bankën e Shqipërisë për tu licencuar si bankë parasë elektronike dhe në dokumentin e licencës numër 20 datë 31 mars 2026, pronari izraelit Idan Avisha ka mashtruar sikur Jet Bank është 100% me kapital me origjinë holandeze, pjesë e grupit Jet Holdings BV Holland. Në aktin e themelimit të deklaruar në ekstraktin e qendrës kombëtare të biznesit në Shqipëri, Idan Avisha ka deklaruar emrin e tij si pronari 100% të kapitalit të shoqërisë Jet Albania dhe emrat e 3 anëtarëve të bordit që janë 2 izraelitët Oliver Hammer dhe Rami Solomon dhe Fatbar Darino, një herazi kryetare e bordit dhe administratore, ndërsa në dosjen e licencës numër 20 datë 31 mars 2026, që i ka dhënë Banka e Shqipërisë për aktivitet si banke parasë elektronike, Idan Avisha është lejuar të mos deklarojë emrin e tij dhe të 2 bashkëpunëtorëve izraelit antar bordi. Në qendrën kombëtare të biznesit ka deklaruar adresën rruga Pjetër Bogdani, ndërtesa Techno Project, kati 4, apartamenti numër 13, Tiranë, ndërsa në licencën si banke parasë elektronike, pavarësisht se me të njëjtin numër për të dyja bizneset, ka deklaruar adresën Sheshi Italia, Lake Park Central, Hotel Mac Albania, Godina B3, kati 2, Tiranë. Më datë 31 korrik 2025, vetëm një javë pas themelimit të shoqërisë Jet Albania, pronari Idan Avisha shkarkoi veten e tij nga detyra e administratorit dhe emëroi shtetasen shqiptare Fatbar Darino, lidhje familjare e një ministreshe aktuale, Delina Ibrahimaj. Ndërsa më datë 25 gusht 2025, vetëm një muaj pas themelimit të shoqërisë, hoqi adresën rruga e Kavajës, ndërtesa numër 27, kati 5, njësia bashkiake numër 10, që ishte adresa e qendrës call center ilegale e goditur nga SPAC. Media britanike Metro ka publikuar një artikull mbi një video të shpërndarë në TikTok ku shfaqet një grup personash që pretendohet të jenë pjesë e një bande shqiptare duke bastisur një shtëpi bari. Postimi shqetësues tregon burrat maskuar që përdorin skaner infrakuq në rrugë të zakonshme periferike për të lokalizuar nxehtësinë nga llampat e rritjes së kanabisit. Pasi gjen një objektiv, ata hyjnë brenda. Ata pozojnë për kamerën me një këngë në sfond, ndërsa në përshkrim shkruhen fjalë të rënda, teksa banda duket se po grabit shtëpinë, thekson artikulli. Sipas këtij fundit, pamjet vijojnë me një burrë që duket i hutuar dhe i friksuar, i veshur me pantallona të shkurtra dhe bluzë, i cili mendohet se jeton ose punon në ambientin në fjalë. Kamera më pas fokusohet te personat që mbajnë në duar bim kanabisi. Artikulli shpjegon se shtëpitë e barit janë të pajisura me sisteme ndriçimi dhe ngroje të avancuara për kultivimin e bimëve, një aktivitet që mund të jetë shumë fitipmërorës. Sipas medias, video synon të paraqes stilin e jetës së personave të përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Prona e shfaqur në video duket si një banese zakonshme periferike dhe nuk është identifikuar. Bazuar në gjurmët online të përdoruesit që e ka publikuar, besohet se pamjet janë filmuar në West Yorkshire. Pamjet të tjera në të njëjtin profil TikTok tregojnë një person të maskuar duke u ngjitur në murin e një shtëpie dhe duke hyrë përmes një dritareje të hapur. Një tjetër video paraqet persona që vëzhgojnë një ambient të dyshuar për kultivim kanabisi. Disa nga pamjet që përmbajnë simbolin e flamurit shqiptar dhe slogane në gjuhën shqipe. Artikulli thekson se këngët e përdorura kanë përmbajtje të dhunshme, por në video nuk shfaqen armë. Mëtej Metro i referohet edhe një grupi tjetër në lindje të Londrës. Në Barking, një bandë i quajtur Hellbanians është filmuar duke ekspozuar armë, para, ora Rolex dhe automjete luksoze si Ferrari. Sipas artikullit, grupi ushtron ndikim në zonë, ndërsa disa nga anëtarët e tij janë dënuar pasi postimet e tyre online tërhoqën vëmendjen e policisë. Media britanike përmend gjithashtu një rrjet kriminal në Southgate, në veri të Londrës, ku aktivitetet e trafikimit të njerëzve dhe tregtisë së drogës gjenerojnë të ardhura të konsiderueshme. Sipas burimeve lokale të sigurisë të cituara në artikull, një bandë shqiptare me bazë pranë stacionit Southgate ka kontroll të fortë mbi zonën.
Prania e tyre sipas artikullit është aq e dukshme sa zona njihet nga disa banorë si Tirana e vogël. E quajmë Tirana e vogël këtu. Banda shqiptare kanë kontroll mbi komunitetin dhe ka shumë frikë për t'u eliminuar. Ata kanë marrë nën kontroll disa biznese dhe kanë kërcënuar të tjerë. Ka lidhje me trafikimin e njerëzve, zhvatjen për mbrojtje dhe shitjen e drogës. Është territori i tyre dhe fshihen në sy të gjithëve. E dim kush janë dhe nga operojnë. Është raportuar në polici dhe ata duhet marrin masa. Në vijim artikulli thekson se Agjencia Kombëtare e Krimit në Mbretërinë e Bashkuar përdor termin shqiptare për të identifikuar grupe të caktuara kriminale. Sipas raportimeve, këto grupe janë të përfshira në tregtin e kokainës që hyn në vend nga Amerika Latine dhe besohet se kontrollojnë një pjesë të madhe të tregut të vlerësuar rreth 5 miliard pound. Sipas vlerësimeve të policisë, ata blejnë kokainë me çmime deri në 5000 pound për kilogram dhe e shesin me marzhe më të ulta fitimi për të rritur ndikimin në treg. Artikulli përfundon se aktiviteti në shkallë të gjerë i trafikut të drogës u ka mundsuar këtyre grupeve të sigurojnë burime financiare të konsiderueshme dhe ndikim në komunitete të ndryshme. Në fillim të këtij artikulli po konstatojmë një fakt të thjeshtë. Aksionet e Wizz Air kanë rënë me mbi 26% që nga fillimi i vitit. Kompania është kurrur në bursën e Londrës me mbi 14% aksioneve të vëna bast nga hedge fondet që bestojnë kundër aksioneve. Kundër saj, dhe rivali i përbetuar Michael O'Leary i Ryanair ka parashikuar publikisht falimentimin e saj deri në tetor ose nëntor 2026. Nga ana tjetër, Wizz Air deklaron se ka likuiditet të konsiderueshëm, ka financuar avionët 18 muaj përpara dhe ka siguruar më shumë se 75% të flotës me Airbus A320 Neo, avionët më efikas në konsumin e karburantit në Europë. Pyetja është kush po thotë të vërtetën dhe pse kjo ndodh pikërisht tani, në prag të sezonit veror, kur kompanitë low cost fitojnë pjesën më të madhe të ardhurave vjetore. Gjithçka nisi më 28 shkurt 2026, kur konflikti mes SBA-s dhe Iranit çoi në mbylljen e ngushticës së Hormuzit, përmes së cilës kalon 25 deri në 35% e furnizimit global të karburantit aviacionit, që nga ai moment çmimi i karburantit jetësor jet fuel është dyfishuar, ndërsa çmimi i naftës bruto Brent u rrit nga $75 në $100-110 për fuqi. Kjo nuk është një rritje e zakonshme. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë paralajmëroi se Evropa mund të mbetet pa karburant aviacioni brenda 6 javësh nëse situata nuk normalizohet. Në këtë kaos energjetik, kompanitë ajrore po mbijetojnë fal hedging, kontratave afatgjata për bllokimin e çmimeve të karburantit dhe këtu qëndron dallimi kritik. Ryanair ka siguruar 80% të nevojave për karburant për vitin fiskal 2026 me çmime të ulta. IAG, British Airways 62%, Lufthansa 77%, EasyJet 70%, ndërsa Wizz Air ka vetëm 55% të mbuluara dhe ky nivel sipas Morningstar është shumë i ulët për të konsideruar mbrojtje e mjaftueshme. Bernstein, firma e analizës financiare, ka ulur vlerësimin për Wizz Air nga outperform mbi mesataren në market perform mesatare, duke ulur çmimin e synuar të aksionit me 48%, ndërsa për Ryanair, Bernstein ka rritur vlerësimin në outperform. Michael O'Leary, shef ekzekutiv i Ryanair, ka një stil të njohur. Ai do deklaratat bombastike dhe nuk ka problem të parashikojë vdekjen e konkurrentëve. Në një konferencë për shtyp në fund të prillit 2026, ai deklaroi deri në vjesht me këto kosto, Wizz Air mund të falimentojë ose të blihet nga dikush. Ata nuk janë konkurrent të vërtet, janë lojtar me kosto të lartë që pretendojnë se janë low cost. Së shpejti do të zhduken nga tregu i pavarur. O'Leary argumenton shkurt: pandemia ishte një goditje, ndërsa kriza e karburantit dhe mbyllja e Hormuzit është një goditje tjetër. Wizz Air sipas tij ka frikë të rrisë tarifat sepse do të humbas klientët ndaj Ryanair, ndërsa Ryanair mund të rrisë ato sepse ka besim se klientët do të qëndrojnë. Prandaj O'Leary beson se Wizz Air nuk do të ketë mjaftueshëm para për të paguar qirat e avionëve dhe do të falimentojë. Megjithatë, duhet mbajtur parasysh se Ryanair dhe Wizz Air janë konkurrentë drejt për drejt në Evropën qendrore dhe lindore, ku të dyja po zgjerohen. Çdo lajm negativ për Wizz Air i jep Ryanairit avantazh tregu. Josef Varadi, shefi i Wizz Air, nuk ka pritur gjatë. Përmes një deklarate zyrtare, kompania hungareze i ka cilësuar fjalët e O'Leary qartësisht pa vërteta dhe të rreme. Argumentet e Wizz Air janë likuiditeti. Kompania ka 2 miliardë euro para të thata në bank dhe likuiditet të konsiderueshëm. E dyta, avionët. Financon avionët 18 muaj përpara dhe kompanitë e leasing garojnë për t'u dhënë para. E treta, efikasiteti i karburantit. 75% e flotës janë Airbus A320 Neo, avionët më të rinj dhe më efikas në konsumin e karburantit në Europë. Hedging i karburantit. Wizz Air pretendon se ka siguruar një pjesë më të madhe të nevojave për karburant përmes opsioneve sesa konkurrentët, një pretendim që bie ndesh me analizat e Morningstar dhe Bernstein. Konkretisht, kompania njoftoi se për tremujorin e dytë të vitit fiskal 2026 pati të ardhura 3.34 miliard euro, fitim neto 323.5 milion euro dhe transporti 36.5 milion pasagjer. Megjithatë, agjencitë e vlerësimit Moody's dhe Fitch ulën notën e kredisë së Wizz Air në qershor dhe korrik 2025, duke sinjalizuar shqetësim për borxhin dhe likuiditetin. Wizz Air ka dy probleme shtesë që Ryanair nuk i ka: grounded aircraft. Disa
nga avionet e rinj kanë probleme me motorët. E dyta, ekspozimin ndaj lindjes së mesme. Wizz Air fluturonte për në Izrael, Jordani, Arabinë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara, që nga 28 shkurti kompania ka pezulluar fluturimet për në Dubai, Abu Dhabi, Amman deri në mes të shtatorit. Ryanair nga ana tjetër nuk ka probleme me motorët dhe ekspozimin ndaj lindjes së mesme, sepse fluturon kryesisht brenda Evropës. Në prill 2026, Bernstein rriti Ryanair në outperform, duke llogaritur se aksioni i Ryanair ka 26% potencial rritjeje. Në një zhvillim të fundit, Ryanair fitoi një çështje të rëndësishme gjyqësore kundër Wizz Air dhe aeroporteve lituaneze, duke vendosur se rregullimi i tarifave të aeroporteve mund të bëhet pavarësisht kundërshtimeve të linjave ajrore. Michael O'Leary nuk është i njohur për të qenë i butë ndaj konkurrentëve. Çdo deklaratë e tij mbart një qëllim strategjik për të dobësuar besimin tek Wizz Air, për të trompur investitorët dhe për ndikuar në vendimet e pasagerëve. Në këtë kuptim, deklaratat e tij janë një formë luftës psikologjike dhe një pjesë e suksesit të Ryanair buron pikërisht nga ky agresivitet. Megjithatë, realiteti ekonomik tregon se Wizz Air është në një pozitë thelbësisht më të dobët se Ryanair, më pak hedging, më shumë borxh, avion të bllokuar, ekspozim ndaj lindjes së mesme. Hedge fundet e kanë kuptuar këtë dhe kanë vënë bastin e tyre. Wizz Air mund të mbijetojë, por nuk do të jetë lehtë. Nëse falimenton, historia nuk do të kujtojë se O'Leary ishte thjesht një bluffer. Historia do të thotë paralajmërimi i tij ishte i saktë, por askush nuk donte ta dëgjonte. Oleg Deripaska, një oligark i lidhur me Kremlinin, i cili është hetuar për ndërhyrje të dyshuara në zgjedhjet amerikane, shndron pas një kompanie guack që financoi lobimin politik nga një ish operativ i Trumpit në Europë, sipas dokumenteve të rrjedhura. Në konferencën e parë të përbashkët për shtyp midis Vladimir Putin dhe Donald Trump në samitin e vitit 2018 në Helsinki, të dy u përballën me akuza të vazhdueshme se Moska kishte mbështetur ngritjen e figurës së ish yllit të reality show-t në presidencë. Putin e hodhi poshtë pyetjen e një gazetari, duke thënë se edhe nëse biznesmen rus individual do të kishin mbështetur Trumpin, kjo nuk do të implikonte Kremlinin. Për hetuesit në SBA dhe Europë, ky dallim ka qenë objekt debati. Agjencitë perëndimore të inteligjencës kanë kaluar vite duke ndjekur financime të dyshuara të fshehta ruse në politikën e huaj, jo vetëm në lidhje me Trump, por në të gjithë Europën. Një vlerësim i deklasifikuar i inteligjencës amerikane në vitin 2022 arriti në përfundimin se Moska kishte drejtuar në mënyrë të fshehtë më shumë se $300 milion drejt aktorëve politik në mbar botën, duke përmendur akuza të paspecifikuara për një operacion ndikimi në Shqipëri. Dokumentet e siguruara nga Follow the Money shtojnë një dimension të ri duke lidhur këto shqetësime me një rrjet konkret financiar të lidhur me interesa ruse. Gjatë zgjedhjeve të vitit 2017 në Shqipëri, një përballje midis Partisë Socialiste në pushtet dhe Partisë Demokratike. Kjo e fundit ju drejtua një lobisti amerikan dhe ish operativit të fushatës së Trump, Nick Muzzin, për të hapur dyert në elitën politike të Washingtonit. Hetimet e mediave Mother Jones dhe Byrne zbuluan se Partia Demokratike e Shqipërisë nuk po mbulonte vetë të gjitha kostot. Një pjesë e parave vinte nga një kompani skoceze guack me emrin Binjata Trade LP. Regjistrat e kompanisë sugjeronin lidhje me Rusin, por pronarët e saj të vërtet mbeteshin të panjohur deri tani. Dokumentet e reja tregojnë se kjo kompani ishte pjesë e një rrjeti kompanish guack të lidhura me Deripaskën dhe kompaninë e tij N+, një konglomerat energjie dhe metalesh. Deripaska ishte pjesë e një prej hetimeve më të rëndësishme në SBA, hetimi i prokurorit special Robert Mueller për ndërhyrjen ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016. Hetimi shqyrtoi lidhjet midis Rusisë dhe individëve të lidhur me fushatën e Trump. Një pjesë e këtij hetimi u përqendrua në marrëdhënien midis ish drejtuesit të fushatës së Trump, Paul Manafort, dhe Deripaskës, me të cilin kishte lidhje të hershme biznesi. Edhe pse Deripaska nuk u akuzua, hetimi paraqiti prova të gjera që e përshkruanin atë si një figurë kyçe në përpjekjet e ndikimit rus. Dokumentet e reja sugjerojnë se ndikimi i tij ka qenë më i gjerë nga sa mendohej më parë, duke arritur deri në Shqipëri dhe në qarqet politike të Washingtonit, të angazhuara për të ndikuar në demokracinë e vendit ballkanik. Partia Demokratike N+ dhe Deripaska nuk ju përgjigjen pyetjeve të Follow the Money. Në periferi të Gamprin, një qytet i vogël në Liechtenstein, ndodhet një bank private e quajtur Bendura, e cila shërben për klientë me pasuri të lartë. Kjo bank ishte institucioni financiar i preferuar për Edward Blokhin, një avokat nga Moska i specializuar në menaxhimin e kompanive guack. Sipas dokumenteve të Pandora Papers, ai ka menaxhuar 10 kompani të tilla në mbar botën dhe i ka referuar ato te kjo bank, përfshirë edhe Binjata
Benjata Trade. Si një partneritet i kufizuar skocez, kjo kompani kishte karakteristikat e një strukture me transparencë minimale, e përdorur shpesh për aktivitete financiare të fshehta, shmangje taksash ose fshehje të pronësisë. Një nga përdorimet e saj u bë publik kur u përfshi në një fushat ndikimi politik në Shqipëri, duke shkaktuar skandal. Gjatë fushatës së vitit 2017, Partia Demokratike ndryshoi strategjinë e saj politike dhe adoptoi elemente të stilit populist të Trumpit, përfshirë sloganin Make Albania Great Again. Përmes muzinë u organizuan dalje mediatike dhe takime me politikanë republikan, si edhe një foto me presidentin Trump, e cila u përdor gjerësisht në Shqipëri. Basha e quajti atë një takim të jashtëzakonshëm. Megjithatë, këto përpjekje nuk sollën fitore. Partia Socialiste fitoi 83 mandate, ndërsa Partia Demokratike mori 57. Pas zgjedhjeve Muzin ndryshoi deklarimet e tij në SBA, duke pranuar se kishte marrë $675,000, shumë më tepër se $75,000 e raportuar fillimisht, dhe se një pjesë e këtyre fondeve vinte nga Benjata Trade. Në të njëjtën kohë, rrjeti i kompanive të lidhura me këtë strukturë u zgjerua dhe filloi të qarkullonte 10 milion euro përmes huave dhe transaksioneve të ndërlikuara, shumë prej tyre të lidhura me Deri Paskën dhe bashkëpunëtorët e tij. Ekspertët kanë ngritur dyshime për pastrim parash për shkak të kompleksitetit të këtyre transaksioneve dhe mungesës së një arsyetimi ekonomik të qartë. Pas vendosjes së sanksioneve amerikane ndaj Deri Paskës në vitin 2018, kompania Benjata Trade ndryshoi emrin dhe më pas u shpërbë në vitin 2019. Hetimet në Shqipëri përfunduan pa ngritje akuzash ndaj Lulzim Bashës. Partia Demokratike deklaroi se kishte paguar vetëm $25,000 për lobimin, pa shpjeguar burimin e pjesës tjetër të shumës. Një model i ngjashëm u vure edhe përpara zgjedhjeve të vitit 2025, kur figura të tjera të lidhura me fushatat e Trump u angazhuan sërish me Partinë Demokratike, duke ngritur pyetje të reja mbi burimet e financimit. Shtëpia e Bardh nuk ju përgjigj pyetjeve, ndërsa ato ju referuan një komiteti të fushatës së Trump, i cili gjithashtu nuk dha përgjigje për Follow the Money.